Feja Allahut fton të jesh i dobishëm. Profeti alayhi salatu wasalam thot: "Wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqa." Ta largojsh një pengesë nga rruga është sadaka. Mirë po njerëzit të cilët ti u largove këtë pengesë, nuk ta ditën. Le të mos e dinë. Ti ishe i dobishëm me njerëzit, po njerëzit nuk ta ditën, sepse ti kur nise të jesh i dobishëm me njerëzit, ti dëshirove të ishe i dobishëm me veten tënde, sepse në origjinë je i urdhëruar të jesh i dobishëm, dhe këtë shpërblim dhe vlerësim e kërkon tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, çfarë ndodhi? Kriteri ose kërkesa dhe kushti, domethënë që dikush mund ta ketë tek vetja, që të ketë vlerësim për të bërë mirë, të ketë vlerësim për të bërë mirë, bika poshtë. Nuk ekziston. Ajo që i dipset besimtarit, domethënë, është ta bëjë të mirën. Profeti alayhi salatu wasalam kur fton për shembull për mbjelljen e pemëve frutore, çfarë thot? Nuk han prej tij ndonjë njeri apo ndonjë gjallëes tjetër me shpirt, vetëm sa ai ka sevape për to. Mirë po, kur ti e mbolle një X frut, ti e mbolle për emrin e dikujt apo e mbolle për veten tënde? Ti e mbolle për veten tënde, pra për të marrë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu ti u bëri i dobishëm për njerëzit. Një person i cili ja lehtëson jetën njerëzve me një shpikje që ai bën. Pra konkretisht personi i cili ka shpikur këtë karrike mbi të cilën ne ulemi. Ai ka bërë një shërbim, pra po themi nismtari i parë, ai ka bërë një shërbim shoqërisë dhe botës mbar, patjetër që i ka bërë një shërbim. Por a ka marrë vlerësimin e duhur? Pra ka shumë shpikje në jetë të cilat ne nuk e dimë se kush janë shpikësit e tyre të parë. Rëndësi ka se kush ishte. Rëndësi ka që vlera e këtij njeriu tek Allahu subhanahu wa taala, kur është për Zotin, kur është në emër të Zotit, patjetër që vlera e tij tek Allahu subhanahu wa taala vazhdon. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, ai person që niset ose është shembull, model, nismtar i një pune të hajrit, pra ai është i pari i cili e bën atë. Ai ka shpërblimin e asaj vepre dhe ka dhe shpërblimin e mbar atyre të cilët e bëjnë atë vepër pas tij, pa ju paksuar askujt shpërblimi i asaj vepre, domethënë që bëjnë. Pra gjithsej i cili ka shpërblimin e tij dhe shpërblimin e gjithë vargut që vjen, domethënë, nga i pari dhe deri tek i fundit që u bërë shkak.